Me zorë pres lexoj thashë themat. O ku I rre kësaj ku na rre ne. Më falë mua aty më rre. Aty më rre dhe mua, a mund faleminderit Fatosi, këti gjithë vëmë. Tani ç'është ky popull që merret me llaf. Tani njerëz, ne bëm një ask me a question anonim sigurisht, pra askush ne nuk I dim kush I ka shkruar këto. Dhe ju na keni shkruar sekretet tuaja për VIP-at shqiptar. Apo jo, dhe I pari është që një vajzë e estradës shqiptare pa përmendur emra e kanë kallëzuar në polici se bënte shumë zhurma natën dhe e përzun nga shtëpia komshinjt për shkak të këtyre zhurmave. Po çfarë zhurmë mund të bëjë një vajzë e re natën? Tani, Ka tjerë papuçe zemra, ka marrë shpiza. Bravo. Faleminderit. Duar troket natën. Tani zhurmat me sa duket pas kanë qenë goxha potente sa e pas kanë denoncuar. E pas kanë denoncuar disa herë në polici dhe ajo prap pas ka vazhduar derisa e pas kërkan për zë. Me qëra fjala unë e di këtë historinë dhe është e vërtetë. E pas ka pasur maraton vajza. E frikshme. Kështu që kjo histori është e konfirmuar. Kalojmë te thashë themi tjetër, sekreti. Thuhet viz emër mbi emër, por ne nuk do e shfaqim, astrologja është kthyer në prostitutë me lekë. Imagjino një astrologe, s'po më ecën me leximin e letrave. A mund të më lexoni diçka tjetër? Me jepi çikta. Ua, shofi të madh për vete, mbaj. Ti montra, ti skega. Kurioze jam të di shtetin e ka lexuar ku ishin fitimet më të mëdha? Për në Dubai, në Greqi, në Itali, apo brenda territorit shqiptar. Prisa kam unë një më të fort për jemi këta. Qa? Filania ka bërë seks me qeni dhe sot e kësaj dita nuk bën dot fëmijë. Jo. S'ka shanse. Ja më jo, se kjo duhet jetë egzageruar. Filania kush? Filania. Është artiste? Këngëtare? Jo, fermere. Punon në bujk, në bujësi. Po ta bënte një fermere, hajde te, po një këngëtare. Po si Filania më thanë që nuk e dia kishte mikrofon kur e bëri me qenin apo jo. Po Filania ka bërë seks me qenin. Shika, unë e kam dëgjuar. Ama se ju jeni dhe çik të degeneruar vetëm. Se ç'a thon për këtë Fatos që ke dëgjuar? Vërtet që kjo kishte shkuar në spital me urgjencë, kishte bërë analiza dhe doktorët, mjekët e kishin thënë që kishin gjetur ushqim me qenin, duhet ta nuk e di. Dhe kjo mikrob No, my Stevie could never. Edhe unë e kam ditur për të besoj. Jo, shiko, shumë e tmerrshme, domethënë mikrobi I qenit të gjendet në trupin e një femre. Nëse mos ta shpifim më shumë se ja shpifim shikuesve, vazhdojmë. Ja Marceli. Fasha themi tjetër. Një këngëtar shumë I famshëm I estradës shqiptare është gay dhe kjo faktohet me një video që ka dalë me reperin më të madh dhe të njohur të Shqipërisë. Më të madh apo që më të madh dhe më të njohur të Shqipërisë. Më të madh kjo video. Dëgjoni, unë do ju japi mailin tim për çdo kushdo gjë e postoj këtë video, na duhen klikime, kështu që mund ta publikojmë në atë video, na lejo? Absolutisht po, është besoj që është video shumë informativ. Madje mund t'ju japim dhe ju lek, nëse e keni atë video. Dëgjoni pak se un kam dëgjuar realisht dhe edhe në një ask me question që kemi bërë më përpara, ka shumë këngëtar të njohur shqiptar që hiqen sikur janë në marrëdhënie me femra dhe realisht ekziston ky thashë themi shumë I madh për figurën e tyre që ata në fakt janë gay. Jo, realisht po, ka shumë sepse ata I ruajn figurës, I ruajn mentalitetit dhe normalisht mendojnë për karrierën e tyre. Si do ishte ti nëse një X reper të del ty e thotë shiko se unë jam gay? Nuk do e bënin, unë nuk besoj që do jemi afër asaj kohës që do dali një celebrity, një I famshëm në Shqipëri që do dali celebrity, sepse celebrity që kanë dalë hapur që janë gay ka, po them reper. Pra, celebrity futet kushdo, unë këtu e kam një reper, një moderator, një njerëz të shpeshëm. Se reperi duket si shumë burrëror në aspektin e sepse fushës. Gjatë ditës makina. Unë të vras, unë të bëj. Welcome to my skincare. This is my beauty face. Shikoj, nuk mund të gjykojmë se në Shqipëri ka shumë mentalitet po është gjënar që njerëz që janë të medias dhe realisht kanë shumë ndikim, fshihen pas një figure tjetër. Thua që po të dilin hapur ndoshta do ndërgjegjsoni dhe masën. Nëse po kam një thashë them tjetër se ju si ju që merrni me llaf o zoti. Filani
se unë e kam me filanin. E ke me filanin dhe me fistekun ti sot. Ka një emision me shumë veta. Edhe? Dhe shet gocat e emision. Ua, unë e di këtë. Shet Unë e di goca këtë. si shet. Po, jo, nuk ish literalisht i çon për sponsor. 2000 le goca. I çon në takimet e sponsorave. Pra, një prezantues shumë i famshëm shqiptar për të marrë sponsora në emisionin e vet. Çon gocat. Shërbimet i zgjedhin vet gocat pastaj. Po shumë kjo nëse është e vërtetë shumë për të ardhur keq, se ne kemi dëgjuar vërtet që në televizion ka kompromise të tilla, po që të kaloj deri këtu në Shqipëri. Unë nuk mendoj që kjo gjë ndodh vetëm në Shqipëri, sepse kam dëgjuar në televizione shumë vaje se kemi shpikë. Si jam jashtë para tas fundit. Italiani, filani. Po realisht domethënë nëse do të mbash një figurë dhe figura jote të përlyhet me këto lajme, ata i qofshin. Shiko, një thashëdhem tjetër është Filani dhe unë. Filani. Thonë që Filani nga kokaina e tepërt nuk ka më ereksion dhe nuk bën dot më marrëdhënie dhe pi Viagra. Come on, ç'është këtë thashë. Shiko, kjo shumë e shëmtuar, shumë e shpifur dhe unë mendoj që këtë mund ta thonë dhe hatersat ose njerëzit që sa duan të mirën thjesht shkruajnë këto thashë themet. Nuk e di. Një tjetër është Okej, po kjo nuk është se familja e Gjestit nuk e duron dot Eglin dhe ka kërkuar aty të largohet nga e pe atë videon more, që si e takon familja Eglin, vetëm babai i saj është i qeshur, të tjerët të shohin kështu Eglin. Po ndoshta ka qenë shok. Po mi mendon që s'të kanë qef, s'ka një problem këtu. Po duhet që familja Eglit mos ta kenë qef familjen e Gjestit, e ka bërë Gjesti për një lekë. Po zemra se sa i fitoi çuni 100.000 euro, dori do të takoj njërin që ka puthur aty seriozisht e këtë. Ore, ishte mënyra si e kishte takuar. Ishte mënyra dhe madje tha, nuk më intereson çmimi, tha, dua ta falenderoj për edukatën. Mbas është natyra e saj e tillë. Me vërtet kur thot misi është natyra e saj. Tani, ky është thashë themi që realisht nuk e di, domethënë shqiptarët mbase nuk do ta besojnë, por Filani dhe Fistekja, të cilët janë lumturisht të martuar dhe shihen si çifti shembull për gjithë shqiptarët, janë në një marrëdhënie të hapur, në një martesë të hapur ku secili ka një të dashur. Atëherë që ta sërën dhe për publikun, shumë e pabesueshme. Ta sërën pak dhe për publikun, çfarë do thotë termi martesë e hapur. Martesë e hapur është kur një çift kanë rënë në konsensus të dy që të kenë dhe lidhje të tjera ose eksperienca të tjera me njerëz të tjerë. Dhe të jenë bashkë për hir të figurës, karrierës, familjes. Pra bëhet një kompromis, po unë nuk e kam dëgjuar vetëm për këtë çift. Ekziston, ky thashë them, për shumë çifte të estradës shqiptare dhe pse duhet ta sakrifikojnë veten e tyre, ndjenjat e tyre për një figurë që dhe po të ndahen nuk ka problem. Sepse kështu shkurzitohesh dhe bën këtë lloj vendimi. Jo, nuk është nxitim, ndoshta ato kanë rënë në dashuri dhe me kalimin e viteve, fëmijët kanë bërë të tyren, jeta ka bërë të tyren, ndoshta kanë nuk ndjejnë më për njëri tjetrin dhe për hir të karrierës, ka të bëjë shumë karriera. Ka të bëj karriera, po ndonjëherë ndarja ndikon për mirë, ndonjëherë ndarja ndikon për keq. E vërtet, në Gjensilës, shumë Gjensilës i kanë ndikuar ndarja shumë mirë në karrierë. Për mirë, po Bestit jo. Okej. Dhe me qëra fjallat e Gjensila, një thashëthem që në ka ardhur që do e lexojmë emra sepse dihet është një thashëthem që shumica po e flasin. Ledri Vula dhe Gjensila kanë pasur disa date bashk dhe flitet se janë shumë të afërt. Pra nuk thotë janë lidhur, po mund të jenë shumë të afërt. Tani kur thon të afërt sa të afërt. Për Ledrin nuk habitem që ekziston ky thashë them, sepse të gjithë thon për Ledrin që Ledri është që fli femrash dhe Sarën thon që e ka trastuar shumë herë gjatë martesës që ata kanë pasur. Kështu që nuk është se më bën çudi që mund të kem pasur date edhe bashkë. Ledri vdes për gocat e estradës. Po për Gjensilën mendon që Gjensila nuk do i hiqte syt Ledrit? Nuk besoj, edhe nuk kështu. Pse do ja hiqte syt? Se shiko tani, djalë simpatik është, s'ke çaj thua. Djalë me lek, si vet artistikisht, po dhe nga familja ka. Nuk mendoj që do kishin ndonjëherë në Shikoj, edhe te bashkëpunimi që ato bën tek postimi kishin bërë hashtag music only, pra vetëm muzikë. Po pra, e mos është kjo dëgjosh, mos është strategji për të promovuar dhe këngën. Promovuar këngën, poston një foto edhe nuk thua coming soon, po është një çik kështu domethënë. E ribër është shumë e parë. Tani, ky thashë themi fundit do ta lexoj dhe unë me emra, dhe thot Klea Huta dhe Elgit Dota janë në një krizë sepse nuk i shoh më bashk kur dalin. E kam dëgjuar edhe unë këtë. Si kisha dëgjuar këtë? Mbase mund ta kenë kaluar ato si krizë,
mbase vazhdojnë ende të jenë në krizë, por Nuk e kam dëgjuar, besoj që të mund them të kem të drejtën. pasur një krizë sepse për një kohë gjatë realisht nuk I kemi parë as në dalje publike. Shiko, unë jam dhe me këtë ndoshta, po e bëjnë dhe për marketing, se Elgi Doda bën shumë këngë të trishta, këngë dashurie, lëndime, dhe ndoshta çiftet ne kemi parë që nuk postojnë këngë, bëhen unfollow edhe për të rritur karrierën. Ndoshta vërtet kanë kaluar krizë, po ndoshta është kjo ana që e kanë bërë për marketing. Tani është bërë shumë e modës kjo që marketing çdo gjë dhe nuk e di se sa e vërtet mbase kam përshtypjen që këto krizat I mbulojnë me këtë të marketingut. Domethënë krizat janë të Edhe vërteta kjo dhe I mund thosin është për marketing, është Se për të di unë, shitur Ti ke këngën. thashë edhe me tjerë. Po, kam edhe një të fundit. Një prezantues shumë I famshëm. Shumë I famshëm shqiptar dhe një modele shumë e njohur kanë qenë të lidhur për një farë kohe dhe takoheshin në Mykonos. Tani ky është I lidhur ky prezantues? Ky është I martuar fatos. Mos është ai prezantuesi që përflitet me shumë goca të reja gjatë gjithë kohës, ta për atë bëhet Tani fjalë. unë e kam emrin, po nuk ta them. Jo, më thuaj thjesht po se jo. Po. U finalizuar. Gjithsesi. Shiko, unë kam një të fundit fare që Hajde, ky është më fundit. bomb. Ha. Filani ka SST. Ka shumë zëra, po. Ka sëmundje seksualisht që transmetuar. Ka shumë zëra që qarkullojnë për të, por unë e kam të provuar vetë, thot kjo. Kam shkuar në spital dhe më kam bërë analizat, Tani- më kanë gjetur bakterje. Tani prit pak. Prit Oh. pak. Se tani nuk duam ta bëjmë shumë mjeksi, po SST ka disa, ka hepatit, ka Ja, HIV, jo që vetëm me juridik, sida. po kjo është gjithçka, kjo është një Edhe gjithaloge. un kam dëgjuar shumë edhe te asku I kaluar, në erdhën për shumë personazhe të famshëm që kishin vuanin nga sida dhe për njerëz që janë realisht shumë korrekt me imazhin e Shiko, tyre. disa mund të duan, nuk I pëlqejnë masat më. Nuk I pëlqejnë, I Nuk duam, dojnë të vëllai, gjallë duam aty. sade. Patos, Ta të bëj lutem, sade. thuaj ju njerëzve çfarë duhet të bëjnë në të tilla raste. Përdorni masa Runi sepse njerëz. mirë ju që jeni vet vipa, po merrin qaf dhe të tjerët, e kupton se të tjerët e kanë mburje thonë e bëra me filanin në zhvip, ndërkohë që Tani, sidon. përpara se unë të kaloj te një pjesë tjetër, doja të theksoj edhe një herë që këto janë thjesht disa thashë theme dhe informacione. Ne nuk e dim nëse këto janë të vërteta apo jo, thjesht në mënyrë shumë konfidenciale na kanë ardhur këto dhe nuk tentojmë absolutisht I prishim imazhin askujt as një lloj personazhi. Patjetër. Kemi as prova, janë thjesht Është prova, thashë Është thjesht në kuadrin e një thashë themi, po. të cilët qarkullojnë lart e poshtë. Mirë atëre, bazuar te historia që sapo tha Fatosi, një ndjeksja jon ka vendosur të na shkruante dhe ta ndante më shumë këtë histori. Ka shkruar me akauntin e saj, ne kemi biseduar pak dhe sot kemi vendosur ta marrim në telefon dhe ka pranuar të flasë. tregoj histori. për të historinë. rrëfyer historinë me më shumë detaje se për kë bëhet fjalë, për këtë këngëtar me sëmundje. Me sëmundje të rënda. Shohim se jam shumë kurioz, nuk e di domethënë si ka. Heshtje. Inshallah e hap, s'ka ndruar mendja. Alo, Alo, përshëndetje, si e? o mirë, po si jeni mo? Si e, Mirë se erdhe në emision një. Mirë se ju gjeta. Tani, më falë, qishin ato histori që po na tregoje më I motor, se në na lanë të shastisur, qa po ndodh? E për zotin, kur e pasha të postimin tuaj në Instagram, vendosa direkt ta ndaj me ju, se nuk e di, më duk shumë histori për ta diskutuar me ju. E pas kemi bërë fix në. Pas kemi bërë Pas fix. kemi qëlluar në shenjë. Po, I keni rafik. Çfarë ndodhi? Si nisi e gjitha? Tani, unë gjithmonë e kam pas shumë fiksim. Jo, që ka për të? Aha. Dhe më I di se po them, për zotin, se nuk e di këto reperat e Kosovës se çka një gjë shumë interesante. E ka. në zemër, e ka. Sidomos ai. Aha. Sidomos ai, po. Edhe tani me thënë drejtën, këtë ka qenë ëndra e shumë femrave, po unë këtë ëndrën e kam bërë të realitet. Bravo. Bravo. E ke futur në CV. Po, nuk e di për bravo apo jo, po Me sa duket s'pas ke dalë shumë e kënaqur. jo dash me thënë drejtën. Qa ndodhi? Tani, kur unë kam pas kontaktet me këtë, ky ka qenë edhe I martuar, ka pas edhe fëmijë. Dhe, po, Edhe tradhti. po, edhe e gjithë kjo nisi thjesht kur ky postoi një këngë në Instagram, në YouTube, edhe unë e postova në Instagram story. Aha. Suportuese ti. Të këngën, po. Ndërkohë ky e shef këtë, I bën like story dhe aty filloi të më shkruaj, më çonte foto. Qa fotosh? Foto kështu
Jo shumë normale, mund të themi. Të tipit? Të tipit provokuese. Se s'mund të themi të shumë gjëra tani. E kuptueshme, Pas ka okay. ardhë vetë në shteg, domethënë. Po, po prap nuk ndodhi asgjë, thjesht foto, folëm pak, po kaq. Po Si ndodhi ngjarja kriminale? Vendi ngjarjes, kalo direkt në ngjarja. Po, pastaj, ky kishte një koncert në Tiranë. Okej. Fillon të kemi koncert në Tiranë të shtunën, dhe unë bëj çmos që atë ditë të isha aty. Se nuk e di edhe më ndjente zemra, edhe doja të isha. Pse jo? Se mos vetëm zemra. Dhe shumë bukur, shkojmë në tek klubi, unë isha me shoqet e mia. Po. Ndërkohë ky del, performon dhe ku performon ky më shikon mua. Të njohu. Po, më njohu, ke prita fare me të drejtën që të nisem. Po, më bëri shumë qefi. Dhe pas i mbaroi performancën, ky më shkruan. Më thotë, po ti pse s'më the që do vije sot? Shishi. Te klubi. Duke kërkuar dhe llogari. Edhe pastaj më thotë për të takuar, ndërkohë më çon një kamarier që dinte të më merrte. Jo, Ka çu kamarieri në jetë. Që bëj për korrupsion. Po vetëm apo bashkë me shoqet? Tani, jo vetëm, tisha vetëm unë. Aha. Më merr të kamarier mua dhe më dërgonte dhoma që rrinin këto artistat kur vinin. E si ishte aty? Po shumë bukur, po të shitja unë aty. Vetëm burra. A më mirë se kjo pritej. Dhe vetëm unë gotë. Mirë që ishte vetëm burra dhe unë gotë. Po në tavolin kishte vetëm alkool, drogë në tavolin, po them pa pik problemin. Ça thua? Pa e pinte edhe ky vet drogon? Ngela. A e pinte ky drogon? Ua, i e pinte, ishin vizat e kokainës aty, disa të them. E të mërshme. Pive dhe ti atë natë? Tani. E takoj unë këtë shumë i sjellshëm, ky tepër i sjellshëm, mirë që më thotë që tulesha aty dhe më ofroi pije, po më thotë edhe ato drogë. Që unë pija drogë me ta. Okej, ndodh. Po, Life happens. për mua ishte shumë normale me të drejtën. E kujt ishte në mendje që do më ofronte të pija drogë me ta. Okej, neve, Nxejmë pak aty neve, pastaj më thotë mua që të shkon në një vend më privat. Dhe normal që ku tjetër përveç në hotel, ku do të shkon tjetër në orën 3 të Privatësia në kulmin e mëngjesit. saj. 3 të mëngjesit. Në fillim e refuzova, po pastaj tani edhe qef kisha se jo. E bëre çik të vështirë, në? Makinat pëlqeu makina që shkuat. E bëra një çik vështirë me të drejtën. I them gotave që po largoheshin nga to dhe shkuan tek dhoma neve, po ç'a mund ndodhte tjetër vetë se bën seks. Nuk e ishte, po. E pa pritshme fare. Nuk e se ishte aty ku mendoja, pra nuk ishte ndonjë gjë shumë e madhe. Po thjesht fakti që ide që ishte mirë të një knajtësi, po thjesht kaq. E kuptoj. Ishte super natë me të drejtën. Overall. Do me thënë u bëre pishman që shkove me të. Po, u bëra pak se nuk është u bëra më mbrapa pishman. Prit. U bëra më mbrapa se aty isha në adrenalinën e momentit dhe ishte okay si gjë. Patjetër. Në mëngjes u zgjove të ofroj mëngjes ai? Qa mëngjesi më shoqe. Po ç'të ofroj mëngjes, ç'a ndodhi? E në aty që më ofroj, si ishte për atë punë. Tani, pas 5 ditësh, unë se dje që do vuaja vetë dhe dhe më thoja me gjithë shpirt. Pse? Fillova të kisha shumë probleme me të drejtën. Çfarë probleme? Probleme që nuk i kisha pas edhe më përpara, situacione të ndryshme. Pastaj vajta do kontrollova tek një ginekolog, sepse isha shumë në rak. Edhe më tha që ishte shenja shumë të mira. Edhe më pyeti kur kisha kryer marrëdhënie pa mbrojtje herën e fundit, edhe u bë lidhja patjetër. Se pa mbrojtje e bëre moj? Moj e uruar? Po tani E do sa deri edhe ti tani. më tha që kisha një rrezik shumë të lartë dhe mund të isha infektuar. Me SST? Mund të isha infektuar, kisha disa shenja për SID në fakt, po thjesht bëra një analizë, po nuk e kemi marrë akoma përgjigjet. Pra, natën që ndodhi marrëdhënia, pas disa kohësh ti dyshove se mund të ishe infektuar. Po, këtë gjë ma tha edhe ginekologu. Po mirë, si të dolën këto analizat? Sa ato duam të dinë.
Analiza dolën mirë me së drejtën, një SST për jo shumë e nivelit lartë, se u tremba, mendova që kisha sid. Okej, s'pas ke pas sida. pasur sida. Jo, shqyr zoti se kam qenë gjithkohës në ankth, edhe kjo gjëja më mbante shumë stresuar. Po shqyr doli okay. Shqyr qoftë në kaq, po ti a je penduar për këtë gjë? Po, zoti ka mallku veten, bashkë me atë. Edhe E shikon që qefi ndonjëherë të del nga hundët. A je shëruar tani? Edhe një herë lutem? Je shëruar nga smundja që të kishe marrë? Po, tani jam pak më mirë, më themi. Jam pak më mirë. Super. Okej, kjo nuk e Kjo ka rëndësi pak Uroj që të kesh zënë vësh mend, se çfarë po them, të kesh zënë mend dhe se u trondita edhe nga kjo gjë, dhe mos bëj më tag në story, lëri këngët të vazhdojnë ashtu, s'është nevoja. Si bëm më Jo, support. tani nuk dhe mbyll fare Instagramin, do kemë Instagram. Po bravo për mesazhin që Bravo dhe që për ndave mesazhin. historinë, edhe pse Po. është një histori kaq e fortë dhe ndave me publikun, edhe pse në anonim, po prap bravo për Po unë të guximin. falenderoj shumë për guximin dhe për atë çfarë Faleminderit vendose juve. të transmetosh sot. Faleminderit juve, jeni shumë të mirë. Dhe na Shumë Faleminderit. Të puthim, pacim. Pacim, ciao. E të mërshme, çfarë ndodh në showbizin shqiptar, Sa se ne vajza të tjera themi, mund të ketë. po, thashe theme, po, që kanë dhe realitet një pjesë. Që të bëjmë një si pun disclaimeri, anonimati vajzës do ruhet deri në vdekje, kështu që jam nuk e di domethënë. Po da anonimati i personit, sepse ne nuk e dim, domethënë nuk e vendosim dot Po, dorën nuk e në themi zjarr, dot që është e vërtetë Sepse për personin tjetër. Sepse kjo mund mos të jetë fan, sa mund të jetë hater që do t'i prishi Po punë. absolutisht, vërtet. ekzistojnë këta njerëzit që prishin punë, po Po që është e vërtet që ekziston një perde e zezë tek showbizi shqiptar, Perde te strada, një mur i madh. halle të mëdha ka Domethënë, showbizi. hiqen ndryshe dhe shfaqen Po. ndryshe.